Sonte jena te shtëpia e Butrinjt Imerit. Për çka ju e dini? Sonte ka ditëlindjen Butrinjt Imeri dhe do e marrim vesh për çmimin e madh 100.000 euro. Kështu që hajde me mu ta shohim se çfarë feste e madhe është dhe në fund do e marrim kush është navaklia që i mur 100.000 euro. Na jem krenar, që kem Butrinjt e djallë, jem krenar që Butrinjt e ka një menaxher që s'është askon bot, Denis Avdio, edhe atë kem familjar ton, e kem së Butrinjt. Cila është dhurata që e merr sot Butrinjti për ditëlindje? Butrinjt dhurata më e madhe Butrinjtit është që jo gjithë mediat e shoqëria janë pjesë e jona sonte në shtëpinë tonë, e ato dhurata tjera të ardhmen do i shohim. Do i shohim një vetë. Edhe më fund një pyetje se a e ka gjetë dashnin Butrinjti apo jo, ose kur kemi naj darsën për djalin e ju? Shumë dashni kanë gjetë Butrinjtin, po Butrinjti ende asnjë. Faleminderit shumë. Uroj ditëlindje, suksese të mëdha për djalin e ju dhe besoj që jeni me fat për çdo gjë që ka arrit deri sot djali ju. Gjithsesi shumë faleminderit për juve, jeni të mirë se ardhën, ndini veten si në shtëpitë juve këto, edhe shumë faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit. Kam kënaqësinë shumë të madhe që takoj edhe nënën e Butrinjt Imerit dhe ta pyesim se sa je krenar për djalin e ju. Unë jam shumë krenare për Butrinjtin, sidomos për ato që ka arrit, për ato që është Butrinjti, se di që është spori është që ka thjeshtësinë, dhe thotë është tepër familjar, është djalë besnik, si çdo nënë që mendon për djalin e vet, unë mendoj që është. Mu po më dukesh pak e emocionume, se normal që e Vladi sa ma shumë që rritët, duket hala i vogël. Sa duket ty që... E kemi pas një periudhë pak të vështirë, se unë para, do më thonë me 24 qershor, e kam humbë nanën, edhe me thonë drejtën u ka një kohë që kemi mendua, po bojmë diçka për ditëlindjen e Butrinjtit as po bojmë. Po, ç'a të thamë, është një pjesë që duhet njeri mu pajtu me gjithçka, kështu që besoj që më kuptoni emocionin që pashmangshme. Po normal. Tu rrit Butrinjti, a ka qenë gjithmonë si fëmijë kaq i suksesshëm apo gjithmonë ka dashur me arrit? Butrinjti ka filluar qysh moshën 8 vjeçare me këndu. Edhe në çat periudhë faktikisht e ka ndjek edhe vallëzimin, u kanë dikon 6 herë mrena javës ka shku në vallëzim. Çdo ditë për afërsisht 6-7 vite. Mas ne ka vazhdu prap shkollën e muzikës, edhe dikur afër 17 vjeç ka orë në Kosovë, ku ka fillu mas pari me këngën e parë që e njohim Ki me lyp dikant si mu, me DJ Blanc që është kënga e parë. Aty ka fillu kështu tamam karrierën e tij dhe prej asaj kohe ka shku gradualisht u ngrit më lart. Edhe është tip që e don punën shumë, edhe s'është i kënaqur kur me pak. Domethënë gjithmonë ka dëshirë me punu, është shumë perfeksionist, tepër në ekstrem. Çka i kishte thënë Butrinjtit që si ke thënë kur? Domethënë tamam publik. Nuk e di çfarë si kom thënë kur, nuk e di, ai kom thënë është gjithçka i kom thënë, vetë që e di që unë s'kam qef mu nala i këto. Domethënë kam qef Butrinjti me vazhdu se ka në shpirt muzikën, edhe di që është shpirt artistik, kështu. Edhe tregon puna e tij mas mirë, se Butrinjti çdo herë e vren njeri edhe te videoklipet e tij që i bën, edhe te çdo gjë që e bën, është gjithçka perfekt. Nështë ta mendoj unë se unë jam nana e tij, e shoh me një sy tjetër, po besoj që edhe tjerë të shohin po me të njëjtin sy, sepse është punëtor shumë i madh, jashtëzakonisht i madh. Pendrojna pak, po bëj pak atmosferë, po të pyes një pyetje, si çdo nanë që ka qef, ku na rahatohet Butrinjti? Nështë edhe që kjo i shkon pyetja që ja kisha po Butrinjtit, se tash bash mirë pyete, se unë tash po them gradualisht duhet mu fokusu edhe duhet me gjetë dikan tamam me për një lidhje. Domethënë ka nevojë shtëpia për fëmijë.
Po pa tjetër. Kemi një pambesa, po vendin e fëmijëve të butrintit se sen asnjë. Edhe ai e din, ma din brengen, unë gjithmonë i thom tash duhet mu rahatu. Unë ju uroj butrintit festën sa ma të mirë, ditëlindjen, edhe veç suksese sa ma të mëdhaja, edhe juve gjithashtu. Faleminderit juve që keni gjetë kohën jeni ardhur dhe po na bëhet shumë qefi. Gjithçka po shkon perfekt. Besoj që edhe tash i duhet jetë kënaqshëm. Shumë e madhe që po takohemi sonte këtu bashk, mirë se keni ardhur gjithë. Unë jam Donika dhe sonte kom e qenë një koqirja juaj, ju premtoj që nuk kom e folun shumë gjatë. Mirë se keni ardhur gjithë në këtë aheng i cili sonte përpos që e festojmë ditëlindjen e Butrint Imerit, është edhe ndarja e çmimeve, që është një prej çmimeve më të rëndësishme, mund të them leresht për vitin 2026. Në orën 22 do t'jemi live në TikTok për eventin e vitit, ndarja e shpërblimeve. Kështu që shijojeni muzikën dhe kthehemi për Të bëhemi gati për disa personazhe që janë shumë VIP në TikTok. Kështu që si po ndiheni sot te ditëlindja e Butrintit, edhe normal që haloni që dina a është çmimi i madh për juve. Po nimi shumë mirë, shumë emocione. Veç që kena orë pi publikët këto, o bëll, panderit shumë pi përkrojë, pi VIP-ve, pi popullatës edhe deri në fund, pi Big Brother që në konë, pi këngëtorëve që na kanë përkrojë, Zoti i ruaj. E për Butrintit inshallah dhe 100 tjera, edhe inshallah ko veç sukses. Po për juve? Faleminderit për ftesën edhe faleminderit për krejt njerë që na kanë përkrojë deri në pikën e fundit. Si të ka ardhur ideja për me pru qatë video shumë të thjeshtë që nuk ta kish marrë mendja as ty që mundet më bo aq virale? Unë jem konë të punu në ora 9 të konën, së më punën ndërtimtaria dhe pak vop të ashtë të shohim temperaturat larta, një shok ma ka bo videon. Thash hajt ta bëj edhe ta postoj, në ora 9:20, e kena një pauzë, e kem qitë 9:20, kur jëm këthy të shpia në ora 5, se nuk na lejon me prek telefonin punë, kur e kom po 700.000 klikime, tani e kom po, kom live në bështetje, kom marrën shumë bështetje, kom pos 415.000 veta për 3 orë live, më kam bështet shumë, Zoti i ruaj, faleminderit shumë, edhe Lulzim Jashari më ka bështetën, ai shumë më ka bështetën për intrigat që më bën TikTok, faleminderit shumë pikëve. Si po ndihesh tash si lloj e VIP-s, se është një botë shumë ndryshe edhe është pak një ngarkesë e madhe. Si është për ty? Është shumë ngarkesë e madhe, për shkak që ditë zotit me shohme se çka po bëhet. Në për rrjetet sociale po fal Bleonit jom të dekalu çdo sen. Apo është xheloze tash se normal që tash edhe ngacmojnë edhe femnat. Jo. Jo,
Unë qëshponina. Jo një jam i thjeshtë, unë folëm për naj blog, për naj armaturë, se ty besë, jo në për VIP, alo. Po mas 100.000 euro, a ka naj martes për juve? Po, ka marveshje, mas 100.000 euro. Martes! Le marveshjet martesa! Jena martue. A jeni martu e keni kry dorë? I kena edhe 2 fëmijë. 2 fëmijë. Mashallah! Vajzën e kena 6 vjet, i po me 2 gosht, djali me 28-in, i ka bëhe 2 mujtjet. Qa kështë bo me 100.000 euro nëse fiton sot? One po menoj me qele një firmë, temën ose një botek, edhe me alon emrin i pare, kësmet me emër zotin. Masi ma mundësoj botrinti, masi ma mundësu publika po duhe, mja dediku emrin i pare me alon firmës. Unë i uraj fat edhe inshallah keni sukses, po besoj edhe nëse sot nuk është fati ju, e keni marrë fatin e publikut edhe normal që dashnia e publikut është sani ma i rëndësishëm. Normal që po, faleminderit shumë për juve. Jemi edhe të finalistët e dytë, nuk e di se cili do jetë ai që do i merë 100.000 euro, po ta shohim se si ndihen edhe këta. Përshëndetje. Përshëndetje. Si po ndiheni sot? Shumë mirë po ndihemi, shumë lumtur, faleminderit për ftesën. Sa ka ndryshu jeta brenda një TikTok-u kaq viral që është po? O, vajgji janë ndryshu, pak më shumë. Sa është e sikleshme nda juve për me marrë një famë aq shpejt edhe si po ndiheni ju? A keni diçka shumë ma ndryshe në jetën e juve apo është normale? Jo, krejt normale është. Krejt shkon normal. Po sa janë sukses shumë normal fëmijët? Për shkurt kohë kemi pas shumë sukses. Për një kohë shumë të shkurt 10 ditare. Sa janë të lumtur këta? Po normal që janë shumë. A jeni të lumtur? Shumë? A do të me thanë faleminderit krejtve, edhe mi avon një zemër krejtve? Edhe mi thanë 100.000 euro për kanë? Për Culin dhe Andi. Bravo! Unë kratoj e vedere e në jamat 8.000. Keni mi 100.000 euro. Faleminderit. Faleminderit për juve. Edhe një herë meq, jemi live në faqën zyrtare në TikTok ku sonte pëndohet çmimi prej 100.000 euro për njërin prej atyre që ka marrë pjesë në sfidën e vitit. Sa lekt ka qenë me marrë pjesë? Kanë qenë të shumë të ato fjallë që kanë thonë se a ka me mbajt apo s'ka me mbajt fjallën e ti Butren Timerer. Edhe unë e veç, ndoshta kom pas dyshime, edhe unë ndoshta nuk e kom ditë saktë se kush është artisti Butren Timerer. Por Butren Timeri, ashtu si që ka premtu kur e ka publiku albumin e ti më të ri i pare, aj edhe po e premton ato që ju ka premtu fansave dhe ndjekësve të ti. Sfidën prej 100.000 euro, dhuratën, shpërblimin prej 100.000 euro. A ko emocion, a ko atmosfera, muj me dëgju duar trokitje? Bashk me këto duar trokitje të cilat nuk ndalen, e ftojmë në skenë Butren Timeri! Hello, hello! Nuk të njep mikrofon ty. E dojnë është të. S'ka lidhe. Tërkom qysh je sonte, a ki emocione shumë? A ko më të rinë ti emocione sonte? A thash me herët. Po të regoj publikot. Marë të thash që qëtu pak buka mblidh një emocion, një duq. Edhe që një romë sonte. Butrend, një album i cili është punu me zemër, me përkushtim, ke jep gjithë qka nga vetja për mi sjell këto 14 konë. Se cila ma e veçanë se tjetra. Edhe ti ke vendos me shpërbly publikun i cili ka qenë pranten krejt këto vite. Por edhe ata ta kanë këthy ty, duke marrë pjesë jo vetëm në sfidën, po duke dëgju albumin tënë. Albumi për ndryshe i pari ka qenë një prej albumeve i cili është dëgju jo vetëm në YouTube, po në çdo platformë muzikore gjatë këtyre javëve të fundit. Kështu që urime, suksese! Shumë faleminderit dhe për gjithë këto që kanë orë sot, edhe për të që do sot, faleminderit shumë. Atëherë, është koha, mi ndjek 3 videot të cilat janë pjesë e finalës. Edhe para se mi po këto video, kisha pas qef finalistët mi ftu me na u bashku mu edhe Butrintit
këto në skenë. Kështu që eftojmë Bleon Laurita, Mensur Arshidio Andi Muaremi. Në vend të Fisnik Rashicit e kemi atë që e prezentojnë Elias Hoti. Po juftojmë këtu në skenë e janë një duar trokitje shumë të madhe për ta. Faleminderit shumë që keni marrë pjesë në këtë sfidë. Çfarë video kreative kanë qenë? Unë jam shkri krejt. Se cilën jam i ka një zëtare. Mirë mbrëma. Mirë se kjo anë. E jani. Mirë mbrëma, mirë se kjo ardë. Mirë mbrëma, mirë se kjo ardë. Mirë se kjo ardë. Ju lutëm që qëndroni aty. Hajde këto me mu, që këto po dalemi. Hajde këto, që bashkë me mu po. Hajde një këndej. Pra, po i shohim bashkë 3 video të cilat janë pjesë si finaliste dhe po i përjetojmë edhe një herë këtë emocion. Dhe pas kësaj e dini çka vjen emocioni më i madh i mbrëmjes. Kështu që hajde i shohim bashkë këto 3 video finale. Momentin pritur! Hajde putren to për meja. Apo vjen qëto për meja? Oj, zë kishme Don Gjoni. Ku është Don Gjoni? Don Gjoni duhet ashtë vitin tjetër, premi qenë 200.000. A je gote? Okej njerës, është definitivisht. Ashtu si që tashëm fillim, edhe njerë po e potencoj. Kanë qenë të shumë të njerës të cilët kanë thonë Butrin Timeri po e bën për reklam, për me i dhez albume. Por, une ju muj me garantu edhe muj me thonë këto që Butrin Timeri ka dosht me i shpërbly ata të cilët e kanë dëgju, me i ndihmu njerëzve në kohë krize, edhe mi të regu që pavarësisht suksesit, kur gjë nuk mundet me qenë për gjithmonë, nëse suksesi nuk ndohet edhe me të tjerat. Kështu që faleminderit shumë një duar trokitje për këtë iniciativë të jashtëzakonshme, respekt për ty Butren. Faleminderit shumë. Faleminderit prej juve që keni qenë shumë kreativ me videot, edhe që unë i tregova parzet Butrintin, dhe të herë kom i me ju po videot, edhe i kështusha dhe komentet. Merë të pyte, ako emocionone. Që të mërmenja ka dhe emocione këta ba? Nuk e di! A keni shumë emocione? Shumë? Për një me? Okej, hajde njerës për ju bëj pytje, pytje të shkojnë masa nej. Zonja dhe zëtrin, me knacin ma të madhe, me nderin ma të madh, eftojmë në skenë dhe e kumtojmë që fituesi i sfidës prej 100.000 euro është Bleon de Laurita! Urime! Por ke premtu ke thonë shumë masi Butrin Timeri PM ke 100.000 euro ko me qenë një kompani teme nëse veç unë është me më tregu kur ki me qenë tash kompanin edhe qysh ki me alon kompani se emre Emre dhe kompanis ka me alon i pari kësmet I pari si albuki Butrintit Ti ki me kon I pari edhe për qëtë biznes Tregom, a I ke prit që keni me që përduar 100.000 euro. E keni garant, ke thonë hajtë 2-3 veta kanë me më bërë. Me miliona njerës ju kanë përkra. Faleminderit juve, fituesit prej
vendos që pavarësisht që sfida ka qenë mi ndo vetëm 100.000 euro, vetëm, por me ndo 100 prej 100.000 euro, atër nuk ka pas mundësi sfida mu ndalë këto. Kështu që, nëse mundimi me pas kartonin prej, e kemi edhe vendin e dytë dhe tretë, sepse butrit e ka zemrën në qërë, edhe ka vendos me s'mundohet me kaq. Kështu që, vendin e dytë, janë disa njerës të cilët kanë me shku në pushime all inclusive. Sinqeresht, unë e di që ka qenë shumë e vështirë për juve me bondarjen kush me fitu. Pavarësisht shikimeve, klikimeve, komenteve, se cila video u konë ma e mirë se tjetra. Unë jam shumë i knasht, por edhe në ziru kërë në ako me djem i kom thonë ej, kërë vetëm i parë për qa po veni 2, veni 3. O zhëna, o shumë zhëna dhe më dhimet shumë dhe vjen shumë kisha posë që me konë këtë veni parë, po këtë veni parë së mund me vidu, vjen shumë keq, po edhe për juve kena menu gjona shumë mira. Atara, vendi dytë për me shku në pushime, all inclusive mu knosh në dete, mu shkri, krejt. Jena gati për fituesit? Me në zhura me dhe duar trokitje shumë të madhe për juve. Fituesit janë Metsu Rashidi Ati Muharimi. Mungon edhe një sotë është Darkan Shabani urime. Urime quna, na qunin dete. Urime, urime. A je i lumëtur? Në ty shumë të shumë, i male të male, 3.120, 800.000 euro, 100 frank, dërojnë në zure, unë jam i kota kingë të toki, krejt sasni, i roj lautën në turi, krejt sasni, bravo! 100.000 Faleminderit shumë, duar trokitje shumë të madhe për mensurin edhe Antin që kanë qenë bashk edhe me Dardanin shumë kreativ, edhe pse Dardani sot nuk ka pas mundësi me qenë prezent. Jo tresha fantastike të cilët kanë pyrë rekord edhe këta. Duar trokitje shumë të madhe, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Po. Mbëlsira për fond, a? Mbëlsira për fond, që kite atë? Se kështë dhe një karton. Pas ka vetëm shtuhesh. Pritë shë që kanë bu më se kanë bollë dhe një dhurat për mu? A, kjo është për loqkat. Që ku i keni edhe një? Edhe një? Met mundor. Okej. Po shkoj edhe unë në pushime. Bashkë me ta. Kush se ka? Kështu ashtu, nuk po kam si vjetë me kojnë me shku. Perfekt është. Na e dim që edhe një video tjetër e kemi pas shumë kreative. Ka qenë shumë e pëlqyer, ashtu që tha edhe Butrinti, me pas mundësi, së cilin e kishim vlonë vendin e por me qenë fair play me krejt, ndohet vendi par edhe vendi dytë, edhe vendi i tretë. Kështu që, vendin e tretë për me fitu një iPhone 7, ajo është MacBook Pro në fakt, po edhe iPhone 17 kanë tonë. Fiton... Na videre dhe baba. iPhone, MacBook, shimi. Fiton Fisnik Krasniqi, por e merë sot Elias Hoti! Urime, duar trokitje! Faleminderit shumë që një kohë pjesë. Faleminderit shumë Eduardo, që për njës? Atë kemi mirë? Shkesmorja nga ka lukru shumë edhe informativ për që nga gjithë finalisti i fest. Faleminderit shumë, jemi shumë të përqinit, jena të prane shumë të. Faleminderit prapti për mundësim. Faleminderit dhe juve. Cila këngë e albumit i pare të flenë mas shumë ti, të pëlqen e ndjen me zamër? Sweetie. Faleminderit shumë, duar trokitje, A të bërë një foto bashkë? Hajde një këtu bashkë, Hajde bërë një foto bashkë. Një fotografi. Këta janë finalistët, këta janë fituesit e sfidës më të madhe e organizuar për me ju shpërbly gjithë atyre fansave besnik të Butrinti Merit. Albumin i parë i keni mundësi me dëgju në gjitha platformat muzikore.
Arsiri shumë bezamër, shumë Faleminderit shumë faleminderit. Atëherë, nota nuk përfundon këto. Shijojeni darkën, shijojeni muzikën, edhe pas pak kena më kthy me disa momente emocionale dhe të bukura të cilat e keni përgatitur për juve. Shijojeni mbrëmjen, faleminderit gjithëve që jeni bu pjesë e kësaj sfide të jashtëzakonshme dhe vazhdoni me dëgju. I pari, Butrintë i Mere. Faleminderit shumë. Urime ditëlindja. Faleminderit. Shumë që jeni finalistët, për zdashtë ta mi të regu, për si po ndiheni? Shumë mirë. Shumë emocionush. Se kena pritë që ka shumë. Une nuk e besova, e këshira dash garanta i ka bëma në i sen. Une të raj sa ma shpejt me qelë biznisin tanë edhe me pas sukses, edhe me arrit edhe ti një qëllim si butin je, që nese mas njëzër me minimu edhe ti njerëzve që ka nevoj për biznise ose për fatin e jetës të. Normal që po, inshallah ma bje zotit që edhe mu minimu e gjithë një njëri që ka nevoj. Inshallah e bje se me minimu ditë kanë ma ndjesimat mirë s'ko. Faleminderit dhe shijoni sot, knash. Faleminderit shumë. Si po ndirë si finaliste e tretë? Po ndina shumë mirë për ndryshe edhe pse jo finalistja e tretë. Ka qenë mundësi shumë e madhe për neve, edhe jom shumë e lumtur njëkohësisht. E përshëndes edhe fisnikun shumë edhe pse nuk është momentalisht kështu. Po çaj thu Butrindit për në fund? E falenderojmë shumë edhe i thojmë urime ditëlindjen. Edhe për çështjen e që tu ka bo video virale shumë TikTok. Si po ndirë si VIP, për e them tashi? Ka qenë ndjenë shumë e mirë, se nuk e kemi pri që ka me shkua shumë viral, kemi mendu ma pak edhe për ma tepër s'kemi mendu hetë që kemi muzgjim finalist. Unë të uraj shumë suksese prap edhe mos unë dalë se nuk e di atë mundesh me fitu edhe 200.000 euro si shta ajo për të njone. Falenderit shumë juve, ju uroj shumë shëndet. Falenderit. E kemi për herë të dytë të ngjonin që duhet me pyet për shokin e vet se si ndihet për suksesin e Butrintë i Merit. Normal që nina shumë mirë. Ja uroj të natë mirat, sot e ka dhe ditëlindjen inshallah 100 vjet, i plotësohen këtë dëshirat, edhe që me... Po, dhurata e Butrindit piteje që është? A nuk kallëzohen ato. Kallëzohen dhurata? Jo. Është një vorsë shumë e bukur, e kam të njëjtë edhe në unike. Janë 2 dhurata për qëto për të regoj, për kamerë është vorsë, shumë unike, shumë... Po mas edhe Butrindit si mungon kur gjo? A ka naj lidhje për Butrindin apo jo? Urdhë, se kuptova. A ka naj lidhje Butrindi? Nuk e di. A lidhje dashurije? Nuk të regojna shumë njëni tjetër për femna. A je sigur që s'ka lëtëri për femna? Jo. Okej, qka është diçka që mundesh me bo edhe ti si Butrindi që e ka bo me 100.000 euro? Qka pritet prej teje që ti mundesh me bo në tartë, më? Nuk i dijet. Na kena pos një akcion njerë, kena pas ndërtu 2 shtëpia për mujtë Ramazonit. Tash nuk i dijet që na sjell jeta, përse që vish me mujtë me bo mirë. Qatë sekund që bojna mirë është perfekt. Qka të pëlqenjë për femna? Zëshkonet a bjondina të gjënë? Jam in the mix, edhe zëshkonet ka njerë edhe bjondinat ka njerë. Okej, kështu që bjondinat zëshkonet mos hezistoni se të tyjat ko kanë okej. Hej, të roj fatë. Shumë faleminderit. Thank you guys. Artistët tonë kanë ardhë prej një personi shumë të vlerëshëm që është Jetmiri. Jetmir, sa është të vështirë me punu me këngëtar? Faleminderit,
është e vështirë pak edhe nëse nuk e ki vetëm kimin, po më vorë, nëse ki kimi, me artista mundesh me gjetë veten shumë. Sidomos të pjesa e studios, ma shumë mirë të producendi jam Qeliku, po një me pjesën e menaxhmentit. E kështu, me shumicën e kom edhe një mitësi prej vitëm, so në jem tashe mbi 15 vite në tregun tonë, po besoj që për një dhe 10 për mu është shumë 10 me punue, nuk o e vështirë. Po me butrindin sa është e letë? Shumë e letë se butrindin sinqerisht është shumë talent, edhe përshfrytëzoj rastin me tregu butrindin e një në fillimet e pora, tu hinë muzikë, prej asaj kohë kom një shoqënit mirë, edhe kom shumë shok si butrindin edhe menaxhmentin e tij Denisin, se jena pej fillimit karrierës, më thonë një rreth i shoqënisë, edhe janë një super ekip, super djemë mirë, edhe me ta punojmë tash e disa vite, edhe na shkon super bashkëpunimet mira që kemë mes vete. Për ditëlindjen e Butit, çfarë i thojnë anasat? Moj mi thonë urime, u bofsha edhe 100 vite, edhe normal suksesi ti ka tregu, pasi e ka shfrytzuar rastin në ditëlindjen e tij, mendoj edhe çmimin e madh që e premtoi, që une e përgëzoj edhe ato dhe menaxhmentin e tij që kaloni artistë na nuk e ka bo, se normal edhe spekulimet fillun, jo pse ndav, jo kështu, po kisha thonë me marrë shembull butrindin, çdo kush mendon për estrade, nai pjesë të fitimeve veta, sukur e ka tregu kë, se normal publika janë ata që të bojnë me kënd të rëndësishëm. Nëse s'janë publika, nuk e rëndësishëm. Unë e kom dëgju diçka që me 6 gusht ose fillim të gushtit po mdoket, me 56 që kem diçka. Po, koncerti jonë që jena do bo me Arja Entertainment, kompania që veç jena tu i shita dhe biletat online. Pjesë e koncertit janë emrat më të mëdha internacional, më të regjim që sukon asë njerë venin tonë, Morad, që tash po e gëzoj një bashkëpunim me Moradin edhe vitin e kalum e kom bos një Balkan Tour, kom me qenë pjesë ti Azet, Ilgos, artist italian, që është shumë i sukseshëm në tregun italian dhe shqiptar, që është edhe artisti jem, edhe kom me posë edhe shumë, DJ Dax PM, DJ Gimio dhe besoj edhe artista tonë të ndojnë. Edhe në pyetjen për fund, si po ndihesh si një baba? Shumë mirë edhe e kisha uru çdo njeri që e ka një mundësi për mu bo prind, e kisha sugjeru sa ma shpejt mu bo, sa ndjenja shumë e mirë. Unë e kom një vajzë që i ka 2 vite, edhe jom shumë happy mi bo dhe një 3 qika tjera. Unë të përgëzoj edhe knaqëm festën e butrindit sot, edhe shqyr që je ti për kongë që na gëzojnë edhe neve, na shtin me kësye, krej. Shumë faleminderit, edhe ju jeni shumë mirë, respekt. Kush e ka ditëlindjen kush, butrind? Urime ditëlindjen mas pare. Faleminderit shumë. Unë e po du me të pytë për suksesin, edhe ku të erdhë ideja ty me jep 100.000 euro një personi që normal që ti e përgëzon shumë, edhe kongët e tua edhe krejt. Na jena mësu me fitu, po radha nuk është e june, po është e dikuj tjetër që i ka fitu sot, se kena pos qef me jep diçka, se nuk është gjithë mund veç me marë. Kjo ka në ideja jam. Unë e veta të nxonin ma herët cila adhurata që ja ki dhuru butrindin e ata që nisin gjirë. Cila është dhurata e dëngjonit? A është kjo që e ke vënu në qa? Nuk ma ke jep halo. Halo se ka jep, dëngjon, halo se ja ke jep dhuratën. Edhe mami në ata që nuk ka mbet kur gja për pas se mura hatu djali jem. Kur ki mura hatu butrind? Nuk e di e sekonder ndër me mura hatu. Dhe me dhamë, kur e në paka, e t'jem me. Zotë në atë të dënë. Publiku që i thu, sot, për krejt? Publiku të thëmë faleminderit për çdo. Mos ishë konë ju, nuk isha konë une. Nuk kam që me thoma shumë. A kem kong halo, ajo? A kem? Kong halo, ajo? Normalisht që kena. Të që presim ma shumë kong për butrindit edhe ja urojmë ditërinden krejt.